Peisazhi i mbrojtur Pishporo në zonën turistike të Darzezit në Fier u pastrua nga 10 vullnetar, antar të Korpusit Shqiptar të Vullnetarëve në bashkëpunim me administratën e zonave të mbrojtura Fier. Ky park është shumë i frekuentuar nga qindra vizitorë gjatë fundjavës nga zonat përreth, por edhe nga gjithë Shqipëria. Por ndotja që ata prodhojnë është e madhe pasi pjesa më e madhe e tyre pas piknikut mbetjet i lënë në park. Pas një viti rikthehemi sërish në peisazhin e mbrojtur Pishporo, së bashku me Korpusin e Vullnetarëve për të ushtruar, së më saktë për të zhvilluar aktivitetin e pastrimit në këto oaze të gjelbra kaq të bukura që frekuentohen nga vizitorët, kryesisht fundjavave dhe gjithashtu meqense jemi edhe në fillimin e periudhës së sezonit turistik veror të plazhit, ku vumë re që në këtë zonë kishte nevojë për pastrim, pasi nga frekuentimi i vizitorëve gjatë fundjavave ishin lënë mbetje të ndryshme urbane pothuajse në të gjithë territorin që është këtu. Ishte stacioni radhës i Korpusit Vullnetarëve, pastruam këtë park. Një falënderim i veçantë për të gjithë ata të rinj, burra dhe gra që punuan, por një apel dhe një lutje për çdo që vjen dhe i frekuenton parqet, të mos i lënë mbetjet pasi e kanë shfrytzuar atë. Nuk mund të mbahet Shqipëria pastër duke u pastruar, por mund të mbahet vetëm duke mos u ndotur. Një apel për pushtetin vendor dhe autoritetet e tjera që janë përgjegjëse për menaxhimin e mjedisit. Do duhet një vëmendje maksimale në mënyrë që Shqipëria të jetë e pastër, që toka jonë të jetë më e pastër. Me pjesëmarrjen e vullnetarëve, këtë vit po punohet për pastrimin e disa zonave bregdetare dhe në brigjet e lumit Vjos.